fëmijë mos t'i lëri pa pension. Dhe do t'i thellojmë të gjitha këto duke synuar e para hapjen e më shumë rrugëve dhe për nxitjen e punësimit dhe për nxjerrjen nga ndihma ekonomike të gjitha atyre që janë të shëndetshëm dhe janë të aftë për punë. E dyta, do të dyfishojmë patjetër mbështetjen për fëmijët me aftësi speciale dhe për nënat e tyre sidomos. E treta, do ta rikonceptojmë programin e bonusit të bebes, duke filluar nga viti 2026, dhe në vend të ndihmës financiare me çek, do të ecim me një tjetër skem që është më e avancuar patjetër, sipas numrit fëmijëve, me pagesa mujore 2 vjeçare, 3 vjeçare dhe 5 vjeçare. Sipas numrit fëmijëve. Kush do bëjë më shumë, do t'i rrim afër më shumë, kuptohet. Kemi bërë projektin edhe kemi 20 ndërmarrje sociale për punësimin e grave në nevojë. Që është shumë i rëndësishëm për ne.